Horoskopi ditor e diel 27 prill 2025. Dashi, marrëdhënia juaj në çift do evoluojë si duhet gjatë kësaj dite. Venusi do jetë planeti që do ju mbështesë gjithkohës dhe do ju bëjë të ecni në rrugën e drejtë. Beqarët ka shumë mundësi të takojnë dikë që do ju pëlqejë jashtë mase, që në momentin e parë që do e shohin. Në planin financiar do ju duhet të bëni shumë kursime për t'ia dalë në bankë. Demi, do jeni shumë provokues sot me partnerin tuaj dhe kjo mund të sjellë debate në ndonjë moment. Kujdes, sepse jo gjithmonë partneri do jetë në humor për të duruar. Beqarët do ndihen më së miri, ashtu siç janë, dhe nuk do e ndjejnë as pak nevojën e një personi të dytë. Në planin financiar, planetët do ndikojnë negativisht dhe mund të sjellin probleme. Binjakët, ata që janë tashmë në një lidhje do bëjnë çmos të përforcojnë edhe më tepër atë dhe do fillojnë ta mendojnë më seriozisht të ardhmen së bashku. Beqarat nga ana tjetër duhet të njohin mirë personat që do takojnë para se të hedhin çdo hap më tej. Asnjëherë nuk duhet pasur besim të verbër. Në planin financiar, kujdes mos tregoni të pamatur, sepse do keni vështirësi. Nga Porja, pritet një furtunë e madhe sot në jetën tuaj në çift. Do keni shumë debate dhe mosmarrveshje dhe nuk do dini nga t'ja mbani. Më mirë largoni për pak kohë nga njëri tjetri sa të qetësohet situata. As beqarët nuk do kenë një ditë të mirë. Qëndroni ende ashtu si jeni. Financat fatmirësisht nuk do jenë të këqija, por nuk duhen kryer shpenzime marramëndse. Luani, kujdes me mënyrën si do silleni sot me partnerin, sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Tregoni të arsyeshëm dhe mos e fajsoni gjithmonë atë që keni në krah. Beqarët do dinë ku dhe si ta kërkojnë princin e tyre të kaltër. Ka gjasa ta gjejnë sot. Financat duhen menaxhuar me shumë kujdes dhe maturi, derisa të arrihet qëndrueshmëria. Virgjëresha, gjatë kësaj dite do keni më të lehtë të shprehni ndjenjat në çift dhe atmosfera do bëhet më e ngrohtë. Edhe ata që kanë pasur mosmarrveshje të shumta do jenë disi më të qetë. Beqarët nuk do pëlqejnë të fillojnë lidhje serioze, edhe pse mundësitë do jenë të shkëlqyera. Financat do jenë goxha të paqëndrueshme. Kujdes me çdo shpenzim që të kryeni. Peshorja, ka shumë gjasa që sot të mendoni për një ndarje ju që jeni në çift. Ka kohë që partneri po ju qëndron larg dhe nuk po merrni ngrohtësinë e kërkuar. Para se të vendosni gjithçka, flisni edhe një herë me të. Beqarët do kenë dashuri me shikim të parë dhe do ndryshojnë një herë mirë jetën. Financat do fillojnë të përmirësohen ndjeshëm. Do ndjeheni mirë për këtë fakt. Akrepi, nuk do kuptoheni as pak mirë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe priten debate të forta me të. Mos kërkoni as të dalë juaja dhe as të hidhni poshtë çdo mendim të tij, por gjeni rrugën e mesme. Beqarët duhet të bëjnë durim, sepse shumë shpejt do vijë dhe dita e tyre. Për financa do jetë koha për të organizuar të ardhurat. Mundohuni të hiqni edhe ndonjë para mënjan. Shigjetari, do mbylleni në vetvete sot dhe nuk do ja tregoni as partnerit tuaj brengat dhe vojtjet shpirtërore. Megjithatë, ai që keni në krah do bëj çmos që t'ua ndryshojë gjendjen.
Për beqarat do ndodh ajo të cilën e kanë pritur gjatë. Gjithçka do marrë një tjetër drejtim. Financat me pak kujdes mund të kenë përmirësime. I keni të gjitha aftësitë e duhura. Britsjapi. Lidhja në çift do fillojë të forcohet dhe më tepër gjatë kësaj dite. Nuk do keni më konflikte të ashpra dhe për çdo hatërmbetje do flisni me një herë. Beqarët ka mundësi të nisin një histori dashurie me personin që kanë njohur para disa muajsh. Në planin financiar nuk është ende koha për operacione të rrezikshme. Dëgjojini me kujdes këshillat që do ju japin miqt. Ujori. Rutina e jetës suaj në çift do ju duket edhe më e rëndë gjatë kësaj dite. Flisni hapur me partnerin dhe mundoni të gjeni zgjidhjen më të mirë për të dy. Beqarët nuk do jenë shumë në humor për të filluar një lidhje, kështu që sërish do mbeten ashtu siç ishin. Në planin financiar, fati do ju buzëqesh. Do keni mundësi edhe të kryeni shpenzimet e duhura dhe të hiqni para më njanë. Peshqit. Do ngrini në pedestal partnerin tuaj gjatë kësaj dite, pa e ditur se ai në fakt ka kohë që ja ka hedhur syr dikujt tjetër. Tregoni më dinak dhe gjeni mënyrën për ta kontrolluar. Beqarët do ndihen mirë aq sa të lirë. Beqarët do ndihen mirë aq të lirë sa janë. Miq, nuk do ju lënë kohë që ata të mërziten. Saturni do ju nxit të tregoni më të organizuar me financat. Do dilni nga situata problematike ku ishit futur.